12 maj. Pse duhet I duam armiqt tan? Duajini armiqt tuaj, bëjuni të mirë atyre që ju urrejnë. Luka 6:27. Ka dy arsye kryesore pse të krishterët duhet I duan armiqt e tyre dhe t'u bëjnë të mira. Njëra nga arsyet është se ajo zbulon se si është Perëndia. Ai është I mëshirshëm. Ai bën të lind dielli I tij mbi të këqijnë dhe mbi të mirët, dhe bën të bjerë shi mbi të drejtët dhe të padrejtët. Mateu 5:45. Ai nuk na trajton siç e meritojmë mëkatet tona dhe nuk na dënon në bazë të fajeve tona. Psalmi 103:10. Por jini të mirë dhe të përdëllyeshëm njëri me tjetrin, duke e falur njëri tjetrin sikurse edhe Perëndia ju ka falur në Krishtin. Efesianëve 4:32. Prandaj, kur të krishterët jetojnë kështu, me fuqinë e Perëndisë, tregojmë pak nga ajo se si është Perëndia. Arsyeja e dytë është që zemrat e të krishterëve janë të kënaqura me Perëndinë dhe nuk janë të motivuara nga dëshira për hakmarrje, për vetlartësim, për para ose për siguri toksore. Perëndia është bërë thesari ynë dhe na kënaq plotësisht, ndaj ne nuk I trajtojmë kundërshtarët tanë të motivuar nga ndjesia e nevojës dhe e pasigurisë tonë, por nga mbushullia jonë me lavdinë e kënaqshme të Perëndisë. Hebrejve 10:34 thotë: keni pranuar me gëzim rrëmbimin e kamjes suaj, do me thënë nuk u hakmorët ndaj kundërshtarëve tuaj, duke ditur se keni për veten tuaj një kamje më të mirë e të qëndrueshme në qiej. Ajo që e largon shtysën e fortë për hakmarrje është besimi ynë I thellë se kjo botë nuk është shtëpia jonë dhe se Perëndia është shpërblimi ynë krejtësisht I sigurt dhe I plot. Ne e dim që kemi një kamje më të mirë e të qëndrueshme. Prandaj, në të dyja këto arsye për t'i dashur armiqt tan, ne shohim gjën kryesore. Perëndia tregohet se është ai që është në të vërtetë, si një Perëndi I mëshirshëm dhe po aq I lavdishëm, e që na kënaq plotësisht. Fuqia për të qenë të mëshirshëm është se ne kemi qenë të kënaqur me mëshirën e Perëndisë ndaj nesh. Arsyeja përfundimtare për të qenë të mëshirshëm është të përlëvdojmë Perëndinë, do me thënë të ndihmojmë të tjerët që ta madhërojnë atë për mëshirën e tij. Ne duam të tregojmë që Perëndia është I madhërisëm. Ne duam që përmes mëshirës së Perëndisë, dashuria jonë ta bëjë Perëndinë të duket madhështor në sytë e njerëzve.